President, të nderuar deputet, të nderuar mysafirë, të nderuar familje Jashari, të nderuar familje Rugova, faleminderit Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO. Respekt. Tani, me lejoni që duke ndjerë rrallje të zemrës së stërgjyshërve tanë, me veshët tonë, unë me nderin dhe privilegjin më të madh, do të lexoj deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Deklaratë për pavarësinë e Kosovës. Të mbledhur në mbledhjet e jashtëzakonshme në 17 shkurt 2008 në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë, duke u përgjigjur thirrjes së popullit për të ndërtuar një shoqëri që respekton dinjitetin njerëzor dhe afirmon krenarinë dhe synimet e qytetarëve të saj, të zotuar për të përballur me trashëgimin e vëmshme të së kaluarës së afërt dhe në frym të pajtimit dhe të faljes, të përkushtuar ndaj mbrojtjes, promovimit dhe respektimit të diversitetit të popullit tonë, duke riafirmuar dëshirën tonë për të integruar plotësisht në familjen euroatlantike të demokracive. Duke vërejtur se Kosova është një rast i veçantë, që del nga shpërblyer jo konsensuale e Jugosllavisë dhe nuk është presedant për cilën do situatë tjetër. Duke rikujtuar vitet e konfliktit dhe dhunës me Kosovë, që shqetësuan ndërgjegjen e të gjithë popujve të civilizuar. Duke qenë mirënjohës që gjithë botës që nga hyri